Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand ekzekutuan vendimin e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand për shtetasin në kërkim me iniciale GO, 24 vjeç, banues në lagjen numër 1 në Sarand. Gjykata e kishte dënuar këtë shtetas me 4 muaj burgim për veprën penale, futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale. 24 vjeçari u ndalua nga shërbimet e policisë kufitare gjatë tentativës për të dalë jashtë territorit të Shqipërisë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal ndaj shtetasit me iniciale GD, 46 vjeç, banues në Vlorë, pasi më datë 6 prill 2025, në lagjen 28 nëntori, dyshohet se ka goditur me grusht për motive të dobta shtetasin me iniciale JK, 70 vjeç, banues në Vlorë. Po nga këta specialist, referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale AH, 24 vjeç, banues në lagjen 29 nëntori në Vlorë, pasi më datë 6 prill 2025, ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasin me iniciale AN, 37 vjeç, banues në Novosel, se gjatë një konflikti për motive të dobta, shtetasin me iniciale AH dyshohet se ka goditur me sende të forta. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Orikum referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale DB, 41 vjeç, banues në Orikum në Vlorë, pasi më datë 6 prill 2025, ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasin me iniciale DD, 26 vjeç, banues në Vlorë, me detyrë punonjës i policisë bashkiake, si gjatë ushtrimit të detyrës për kontroll në objektin e shtetasit me iniciale DB, për punim me ndërtimi pa leje, ky i fundit e ka dhunuar fizikisht. Specialistët për hetimin e krimit të stacionit të policisë Selenic referuan materialet në prokurori, pasi më datë 6 prill 2025 në fshatin Gjormë në Vlorë, dyshohet se ka humbur jetën në banesë si pasojë një arresti kardiak, shtetasja me iniciale HV, 62 vjeçe. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.